Shpat Kasapi u përcoll për në banesën e fundit. Familjar, miq dhe kolegë dhanë lëmë të mirën këngëtarit, i cili vdiq në moshën 40 vjeçare. Në Tetov pati dhe homazhe për artistin. Këngëtari vdiq në Itali, ndërsa po ndodhej atje për disa kontrolle mjekësore për djalin e tij. Aktori i njohur Rezard Veleshnja ndau një video emocionale të krijuar si homazh artistik për këngëtarin Shpat Kasapi, duke shprehur mirënjohje, respekt dhe vlerësim për figurën e tij. Në video simbolike që përshkruan skenën mbështetje dhe dashurie, Veleshnja shkroi: "Mbi 3.000 njerëz për ty, o vllai im, Shpat, kaq zemër të mirë kishe." Mesazhi prej kontekstit të tij, të cilët po e ndjejnë dhimbjen dhe përshkrimin e fortë emocional. Në varrim, u mblodh një numër i madh miq dhe kolegësh, po ashtu dhe fansash. Në mesin e të pranishmëve u pan këngëtar dhe kolegë të tij, figura të njohura si Blero, Drilon Hoxha, Erik Kloshi, Rezard Veleshnja, Andueli, Burim Hoxha dhe të tjerë. Të gjithë të pranishmit shprehen ngushëllime të thella për familjen Kasapi, duke konsideruar humbjen e këngëtarit si një mungesë të madhe për skenën muzikore shqiptare. Lëm të mirë, Shpat Kasapi.